Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Gaforës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është drejt Shkopive. Këshilla apo mesazhi këtu thot: ke bërë hapat e parë. Tani mendo, planifiko më gjërë dhe beso në rezultatet që do vinë. Shpeshherë Gafor mund të dyshoni, por veprimet e tua të deritanishme kanë krijuar baza të forta dhe s'ka asnjë gjë për të dyshuar apo për të patur frikë. Mund të lidhet kjo letër me zhvillimin profesional, në fakt zgjerimin, zhvillimin personal apo në lidhje me njerëz nga larg, udhime, bashkëpunime dhe vizione të reja. E ardhmja është aty, por ti duhet të lëvizësh me guxim drejt saj. Do thot hapat janë bërë, farat janë hedhur. Tani është të mendosh më gjerë çfarë më tutje dhe të kesh kujdes në ato çfarë planifikon.